të pyesin? Ne kemi nevojë për një sistem drejtësie të pavarur nga politika që t'i referohet vetëm ligjit dhe procedurës. Atëhere Shqipëria do t'jetë tjetër. Korrupsioni nuk do t'ishte korrupsioni nuk do t'ishte në këto nivele që qytetarët e shkret detyrohen për çdo gjë të fusin dorën në xhep se nuk gjen asnjë zgjidhje, nuk marrin asnjë shërbim, nuk u hapet asnjë derë dhe detyrohen t'ikin. Vetëm atëherë Shqipëria do të bëhet ku qytetarët marrin të drejtën. Demokracia është procedurë, është provë. Demokracia nuk është me urdhëra politik. Derisa ka perceptimin që perceptimi i opinionit publik nuk krijohet kod, që me urdhëra politik goditet X, Y, mrena apo brenda jashtë partisë për grupe armiqësore, atëherë shqiptarët do të detyrohen të ikin dhe do të vinë për ditë e më shumë duke u varfëruar dhe duke mos marrë drejtën dhe duke kaluar në vetgjyqësi, siç rastet e fundit kanë treguar që kur qytetari nuk e merr të drejtën, o detyrohet të largohet ose të bëjë vetgjyqësi. Për çfarë duhet fusun dorën në xhep paguaj nëse nuk marr shërbim shëndetësor, nëse nuk marr arsimin, nëse se vjen polici i bashkisë atje, apo drejtësia të biri kur ne ankohemi dhe merr para dhe ai vazhdon të majtë uzurpuar oborrin e pallatit. Pra, Shqipëria ka nevojë, po flas merr para dhe e le prapa aty. Po derisa është një sistem drejtësie me regji, për mu, ky vend nuk do të ketë test përpara. Karanja, do të vjen keq që nuk e një prokuror i Spakut? E ke menduar veten se si do të ishe nëse do të ishe një prokuror i Spakut? Edhe kur bën konkurime atëherë nuk ashtu, domethënë, nuk kam qef me thon drejtën të shkoj. Kanë shumë presion e prokurorët? Nuk është punë e presion, por varet nga detyra që bën. Unë kam qef të jemi lirë, që nuk pëlqen të lviz me roje, nuk e kam qef thjesht. Ka të bëjë me këtë, jo për punë punë. Keni pas shumë presione në atë kohë? Po pranaj kanë hekë se po ti që urdhëruar të mishan tjedi? Ka, madje edhe ka presione, sepse kur arreston një person, i ke morë jetën aty. Jetën është edhe me kërku 30 vjetë burg, është jetë, edhe një dhaf tepër do të thotë. Pra edhe një dhaf tepër duhet të pranoj, edhe kërcënime ka pas. Por puna është e tjo, nuk e që i boj, janë të pashmangshme. Këto, ose ke nëna që bërtet për djalin e tu mallku e tu bërë, jo mrem qafi, kjo janë pjesë e punës. Por kush duhet t'jesh mrejë? Është më e vështirë të merresh me zyrtar të lartë apo me qytetar të thjeshtë? Po, zyrtarët e lartë janë më të rafinuar, se qytetari thjesht ta thot në sy çka ka për thonë sy. Ai që ta thot sy, por ka desha të shtosha diçka. Kur je në rregull me ligjin, dhe kur si ke hy kujt në hak, je në rregull. Pra ti je në rregull me veten, e ke vënë firmë aty, i qëndron asaj. Dhe edhe unë do të çka kam firmose, çka kam bë, i kam qëndruar aty, pavarësisht për plaseve gjëra që kemi pasur. Do shtosha një diçka shumë shkurt. Tash mu më duket si devijim, domethënë, që të bëjmë jo për rastin, por në përgjithësi spaku. Reforma drejtësi, që u fol dhe për reformën, po flas shkurt, ka pas shumë pika tjera, kemi diskutuar në studion tuaj. Sot nuk funksionon gjykata, shkatërru sistemi gjyqësor. Gjithë arkitektura mbahet vetëm kemi diskutuar dhe për martesën. Është nda burri nga gruaja, nuk marroi gjyqi. Ka arrit gruaja ose burri te gruaja numër 3 ose burri numër 3, ai vazhdon me letër me i parë. Pra, reforma drejtësi është bërë për t'i ofruar qytetarit drejtësi. Kjo ka dështuar. Kemi zjatën e afateve gjyqe, pra ti ke sistemi jashtë dhe ne çfarë bëjmë? Dhe qëllimisht nga këta që kanë hedhur parat ose që bëjnë propagandë, thojnë spaku për deviju vëmendjen. Po duket sikur u bashkuan të gjithë se vrasja e gjyqtarit, të gjithë e pranuan dështimin. Është dështim pse? Gjyqtarët në perëndim janë vrarë nga krimi organizuar dhe nga mafia, kurse gjyqtari në Shqipëri u vran nga dështimi i reformës në drejtësi. E tha vetë autori Shkamit, më plasi zemra, tha kam 13 vjet po vi vërdall. Tani njerëzit po vinë vërdall dhe është akoma në gjykat apelit. Sa do shkojë çështja? Ka bërë një analizë, kush ta bëjë një analizë që nuk i ofrohet qytetarëve drejtësi. U përdor një term, po ta vesh, u përdor një term, tha. Më mirë djepi bosh se drejtësi. Po mund të themi parlamenti bosh, qeveria bosh, të kalojmë kaos. Sistemi duhet të funksionojë. Kjo është kriza më e madhe që ka ndodhur që 1912. Edhe kohët Ismail Qemalit vinte postieri, funksiononte gjykata. Gjykata duhet të funksionojë. Por edhe para krimit të shtetit mori kanë zgjidhur në 97 nuk janë shujt afatet e paraburgimit në 97.
Pra këtu është një alarm kombëtar. Mos kapemi Po kjo ngulin. është pa aftësi apo e qëllimshme? Është e qëllimshme. Kjo është e qëllimshme që njerëzit mos realizojnë drejtën e tyre nëpërmjet gjykatës. Pra të kesh një gjyq civil. Dhe mos merret me qeverinë. Për mua ishte e paparashikuar. Që do ishte në këtë nivel. Që do mbrinte në është me qëllim. Që do mbrinte në këtë punë. Për mua, pra drejtuesit, menaxhuesit, qoftë ata politik, qoftë të sistemit gjyqësor, nuk e parashikuan që sistemi do kalonte në kolaps. Dhe pasi e panë që sistemi do kalonte në kolaps, edhe pse ishin paralajmëruar nga Komisioni Venecias, filluan të bënin arnime ose zgjidhjet tjera të cilat prap kanë dalë të dështuara siç ishte harta e re gjyqësore. Po, ishte. Pra, për të mbuluar një gabim, u bë një gabim i dytë. Dhe nuk dua të mbrit në mendimin që ka qenë e qëllimshme, por është e pa menduar, e pa studiuar, e pa parashikuar. Një hap larg jush jam, por vetëm një moment si jam mund tjetë edhe tradhti kombëtare, sepse me as i vend në Ballkan nuk e ke. Nuk pranua që vetëm do të them një moment personat që kanë bërë. Un kam qenë në parlament kur votuar reforma në drejtësi. Gjithë. Kur është bërë reforma në drejtësi, jo, s'besoj. Kur është bërë reforma në drejtësi, na kanë ju erdhi mesazhi nga ambasadë amerikane po ta them unë, prit, na ka ardhur ambasadori amerikan dhe vlautin në mbledhjet grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Dhe jam i vetmi që kam diskutuar, e kam thënë dhe në studio të tjera ku kam shkuar. I kam thënë zotëri, unë kam punuar në policinë e shtetit, por edhe avokat. Gjatë gjithë jetës time kam punuar me shumë dëshmëri dhe i di hallet dhe problemet njerëz, jam plagos 2 herë marrëm zjarri në operacione policie, por du me të bëj 2 pyetje që mi kanë bërë qytetarë, dhe realisht mi kishin bërë njerëzit. Thash, pas kësaj reforme në drejtësi, një gjyq që është bërë për 5 vjet, për sa kohë do bëhet? Se si që shoh unë. Cila ishte përgjigja? Si që shoh unë, thash, kjo do të ketë shumë probleme. Dhe pyetja e dytë ishte, deri sot i thash prokurori ka pas një valvull sigurie mbrojtje. Thoshte kam prokurorin e rrethit, kam prokurorin e përgjithshëm. Sot prokurori do të jetë i pavarur komplet për sa i përket çështjeve penale nga prokurori i rrethit apo prokurori i përgjithshëm. A do të jetë më imun, i thash, një prokuror, por dhe një gjyqtar nesër nga politika dhe nga krimi? Apo më vulnerabël? Më përgjigje ishte, ne nuk e dim se për sa kohë do të bëhet se ato janë gjëra teknike, por reforma është shumë e rëndësishme për të bërë. A pati të tjerë që diskutuan? Përveç meje, në grupin, asnjë. Ishin imponues që ju duhet ta votonit patjetër? Sigurisht që ishte një presion i jashtëzakonshëm, e kishin vënë opozitën me propagandën që bën qeveria të jashtëzakonshme, pra ne themu që është e qëllimshme, se Edi Rama ka pas një grup të madh juristësh atje, por edhe tek Partia Demokratike, cilët e kanë ditë që po kapet sistemi drejtësisë, thash, filozofia e Edi Ramës ishte, pushtetin do të ambarim si ka koha, po du të marrim sistemi drejtësisë, sepse mendonin që sistemi drejtësisë ishte kreti Sali Berishës. Për shkak të plepave ku e duhen që e thoshin. Dhe thoshin që e ka kap Sali Berisha, unë kam qenë deputet i Partisë Socialiste. Në ty. E pra, dhe unë e di mirë. Dhe gjithë filozofia ishte, kapim sistemin e drejtësisë, dorim pushtet gjithë jetën. E vërtet është. Ka kap sistemin e drejtësisë. Po kryetari i Partisë Zoti Basha folin atë kohë? Zoti Basha vetëm tha, Aslan, ule pak zërin, se unë kam pak edhe intonacionin, ma bëri ule dhe s'foli askush. Këto 2 pyetje kam bërë janë të regjistruar. Zoti Basha pas fol me heshtje. Aslan të bëj dhe një pyetje se ke qenë. Kur kalu këto antartë e vetingut? Domethënë, kalu në blok apo u diskutu të antarë? Nuk kam qenë për antartë e vetingut, sepse unë hika pas edhe antartë e vetingut janë bënë, unë kam hinë 2015.